emri I vjetër I Kosovës antike dhe gjatë mesjetës ka qenë Dardalia. A mund të na shpjegoni fjalën Kosmet, ju lutem? Po mund t'ua shpjegoj, ky është një substitut apo një që është krijuar me sidomos mas luftës së dytë botërore për Kosovën, që emri Kosova ka qenë vazhdimisht si I prezent gjatë historisë pra për Kosovën. Ndërsa pas luftës së dytë është krijuar kjo Kosmet, sepse janë dy plato që përbëjnë Kosovën, fusha Kosovës, Prishtina që është dhe Metohia I thonë serbet pjesa perëndimore, ndërsa ne shqiptarët I thonë Dukagjin, pjesës perëndimore, platoja Dukagjinit, dhe ata me qëllim e kanë krijuar këtë amalgam që ta humbin emrin e Kosovës, pra dhe emrin që përdorin shqiptarët, pra ka qenë një lojë pra kështu. Edhe me pravavi politike për fat keq edhe tjetë. Edhe njerë përkthejmë të emri Kosmet e kanë dashur që se kinë se këto Kosovë dhe Metohi janë fjalë vjetra slave dhe kanë dashur të ndrojnë emrin, dërsa emri I vjetër I Kosovës antike dhe gjatë mesjetës ka qenë Dardalia.